Të fundit e pas orës 24, Lëvizja Vetëvendosje publikoi listën me 110 kandidat për deputet. Megjithatë, afati për dorëzim në KQZ ishte data 7 dhjetor, jo më vonë se ora 23:59. Përpas emrit të Faton Pesit, i cili mungon sepse është bërë kryetari i Mitrovicës Jugore dhe është zëvendësuar me Hajrolla Çikun, Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka asnjë emër të ri në 10-shën e parë. Edhe në fshat, mirë se erdhët gjithë në Prishtinë. Emër i ri në listën e Lëvizjes Vetëvendosje është Andin Hoti, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, që më parë kishte qenë deputet nga rodhët e PDK-s. Në 10-shën e dytë pos Hotit, pjesë e listës është kryetari i partnerit të ri të koalicionit, Zef Morina, i cili udhëheq Partinë Shqiptare Demokristiane të Kosovës. Risi të tjera në listën e VV-s janë emrat si Skender Thaçi, Rufki Suma, i cili si kandidat i pavarur ka qenë disa herë kryetari i Hanit të Elezit. Edhe Naim Bardishi, sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, do të garojë në listën e Vetëvendosjes. Rryzim e temit që deri tani ka qenë kryetari i Leposaviçit i është futur garës për deputet. Koalicioni me 3 parti të vogla, Lëvizjes Vetëvendosje i asolli në listë 31 emra të rinj. Tek Partia Demokratike e Kosovës risit nisën që nga fillimi. Ish kryetari i partisë Memli Krasniqi ka hequr dorë nga gara për deputet për të udhëhequr shtabin zgjedhor të kësaj partie. Në vend të tij pas Bedri Hamzës në numrin 2 është Turan Ismaili, ish kandidat për kryetar të Prishtinës, i cili është ngritur në radhitje për 3 numra. Eman Rahmani me listën për familjen është padyshim risia ndër më të mëdhat në listën e PDK-s, i cili e ka marrë numrin 8 në mesin e 110 deputetëve. Arjan Tahiri, cili ka marrë shumë vëmendje në garën për kryetar të Mitrovicës, PDK-ja ka rezervuar numrin 30. 2 numra pas tij vjen ish kandidati për kryetar të Xhilanit, Riad Rashiti. Shkumbin Demalia, i cili më herët ishte pjesë e AK-s, e që për kryetar të Deçanit kandidoi me iniciativën Qytetare Demokracia. Kësaj radhe është në listën e PDK-s me numrin 47. Ish kryetari Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, pas mandatit 3 vjeçar në nivel komunal, është po ashtu pjesë e garës për deputet. Kësaj radhe në fund të listës në vend të Ilerik Musliut do t'jetë Abelar Tahiri, ish shefi i grupit parlamentar të PDK-s që ka hequr dorë nga fillimi i listës. Ardhja e kryetarit të ri ndon se pas një koalicion në listën e PDK-s ka sjell 59 emra të rinj, të cilët janë në garë për deputet. Deputetja ndoshta më aktive e kësaj legjislature, Hikmete Bajrami, nga 6-ta në listë tash garon me numrin 3, pozitë e cila më herët ishte e rezervuar për deputeten Doarsa Kica Xhelili. Në top 10-shën e parë, përpos ndryshimit të renditjes, janë 2 risi. E para është emri i Ferit Aganit, i cili është partner i ri në kuadër të koalicionit me Partinë e Drejtësisë. Ndërsa e dyta, Uk Rugova, djali i ish presidentit historik Ibrahim Rugova, i cili e mbyll 10-shën e parë. Ekspertja e energjisë Janina Ymeri, artistja Adelina Thaçi dhe inxhinieri i inovacionit teknologjik Ermal Sadiku janë risi tjera të LDK-s në 10-shën e dytë. Ish zëvendës ministri infrastrukturës, i cili është pjesë e AK-s, Recep Kadriu, kësaj radhe do të garojnë në llogon e LDK-s. Lidhja Demokratike e Kosovës në listën me 110 deputet ka sjell 46 emra të ri. AK, e cila është ndarë nga partneri i koalicionit Nisma, publikisht ka propozuar disa aderime të reja. Lajmi kryesor në listën e dytë ishte pjesëmarrja e ish kryeministrit Agim Çeku. Ardian Kastrati, i cili në zgjedhjet e kaluara ishte pjesë e PDK-s, në listën e AK-s e ka marrë numrin 25. Edhe njëri ndër aktivistët më të vjetër e më të zëshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Krasniqi, do të jetë pjesë e listës me numrin 78. E Nisma Socialdemokrate në këto zgjedhje garon e vetme dhe në top 5-shën e parë garon me Fatmir Limajn, Gjevahire Izmakun, Arbëresh Krasniqin, Mevludin Krasniqin si dhe ish ministrin Endrit Shala.